Hitlerit për eliminimin e popullit hebre në luftën e dytë botërore, quhej zgjedhja finale, final solution. Dhe këtë po thua Ndërsa Izraeli planin për të pushtuar totalisht Gazën e ka quajtur plani final. Ata e quajnë zgjidhja finale, pra Hitleri e quajnë zgjidhja finale, këta e quajnë plani final. Pra imagjinon ngjashmërinë e genocidusëve që pra e vrasësve. Dakor, duhet di Izraeli parajmëron se do t'i bëj këto. Po, dhe në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë të njëanshme. Të njëanshme që do të thotë pa mbështetjen dhe pa miratimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Dhe ky veprim do të sillte automatikisht, pra thonë njëansh, do të sillte automatikisht ndalimin e armatimit, municionit, pra gjithë ndihmës ushtarake që Shtetet Bashkuara të Amerikës po japin Izraelit. Dhe Izraeli tashmë ka ndërmarrë dy veprime, dy lëvizje për të dalë jashtë kësaj. Lëvizja e parë është që sot ka çuar një delegacion në Katar për të biseduar për lirimin e pengjeve të tjera, pra për të vazhduar bisedimet. Po. Që deri më sot thoshte ne nuk bisedojmë më. Sot ka çuar delegacionin. Pra sepse ka parë që më nuk po e pyet kush, pra duhet hyrë në këtë lojë. Jo, ishte Witko vetë që po e priste atë lirimin e pengut. Po, dhe e dyta, veprimi i dytë është ka bërë një marrëveshje me qeverinë aktuale gjermane, me Mersin, që qeveria gjermane ka marrë përsipër të furnizojë me të gjitha llojet e armatimit dhe municionin që shtetit izraelit do i duhet nesër për çfarëdo lloj operacioni të nevojshëm. Pra, Izraeli marrëveshje me Gjermaninë për furnizim me municione pavarësisht SBA-s. Pavarësisht SBA-s, pra Gjermania ju rikthye sërish nazizmit. Sepse këto municione do përdoren kompleksin e fajtorit do përdoren për të vrarë palestinezët. Po, a mundet Izraeli dritan që vetë, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të marrë përsipër një rol të tillë në lidhjen e mesme? Nuk bëhet llaf për rol në lidhjen e mesme, bëhet llaf për eliminimin e popullatës në Gaza. Për të vrarë palestinezët në Gaza e ka edhe fuqinë dhe kapacitetin. Sepse po vret njerëz pa faqen, pra për të vrarë qytetar në për tenda, siç po i vret, që po i godet atë mund ta bëj. Pra atë ka këtë kapacitet. Dakor, po. Nuk po vret luftëtar, pra nuk po bën luftë. Pengu se s'po më kujtohet emri që u lirua, ai kishte gjatë gjithë kohës, domethënë akuzonte Netanyahun. Ndërkohë që Netanyahun e kemi të shpallur edhe domethënë nga gjykata ndërkombëtare si po them kriminal lufte në raport me atë që po bën, a mos ndërkohë Trump, dhe ka informacione që Trump e ka braktisur Netanyahun sepse është ndjer i përdorur nga a mos po i vjen fundi Netanyahu dritan? Dhe domethënë ka kryer atë mision që duhet të bëjë tani. Mendoj që vështirë që Netanyahut po i vjen fundi për arsye se neve kemi një shoqëri izraelite, pra në Izrael kemi gjithë shoqërinë të indoktrinuar kundër palestinezëve, kundër muslimanëve. Dakor. Kemi në të njëjtin nivel që ishte shoqëria gjermane, pra. Shoqëria gjermane nga 41 deri në 45 ishte totalisht e indoktrinuar. Njëjtin gjë kemi edhe në Izrael. Dhe për sa kohë, pra, deri më sot shumica e qarkullojnë, pra në rast se do shkojmë këtij mendimit tuaj, atëherë bie që Netanyahu, ministri i mbrojtjes Katz, ai Smotrich, ministri tjetër i sigurisë Ben-Gvir, të gjitha janë përjashtime. Jo, nuk janë përjashtime. Këta janë pasqyrë e shoqërisë izraelite. Dhe kjo pasqyrë e shoqërisë izraelite nuk e cënon Netanyahun. Jo, mund dal një Netanyahu tjetër dhe unë jam me ty, po them që jemi në pikën që flas politikisht për të kuptuar arsyet pse domethënë Trump në një farë mënyre e ka shmangur Netanyahun dhe Izraelin. E ka shmangur për arsye sepse Izraeli po kërkon ta çojë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po kërkonte të çonte Shtetet Bashkuara të Amerikës në një përplasje ushtarake me Iranin. Çdo lloj përplasje ushtarake me Iranin, e çfarë lloj niveli do të thoshte humbje e përparësisë strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lindjen e mesme. Dhe përparësi strategjike, e qartë. Dhe pse është kërkuar kjo? Dhe aktualisht se vim te takimet, pra, takimi Trump në Arabinë Saudite. Planifikohet edhe në Emiratet e Bashkuara dhe në Katar një takim. Dhe aktualisht Trumpi, kemi deklaratë të Trumpit që nuk përjashtohet mundësia, ka thënë dje, që unë të shkoj në Stamboll për të takuar Zelenski dhe Putinin. Por këtu kemi një gjë që të njëjtën në shkjo. Po. Zelenski ka deklaruar që do shkojë në Stamboll. Putini nuk ka deklaruar që do shkojë në Stamboll gjatë gjithë kohës. Pra, deklaratat e Putinit janë në nivel që bisedimet të vazhdojnë në nivelet përkatëse siç kanë qenë
në 2022 në Stamboll, në të njëjtin nivel. Po sikur Erdogani kishte folur në telefon me problemi është i tillë dhe tashmë Putini pritet që Putini të shkojë në një vizitë në Iran. Në datën 5, domethënë të njëjtën. Pra, pritet që Putini të shkojë në Iran. Pra, Putini shkon në Iran për të mbaruar punët e Trumpit. Pra, sepse mos harrojmë që bisedimet midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë si reagent, pra kur përzihen dy bojra, të duhet një reagent që përziesh. Ky reagenti që përzien lëndën kimike, pra që bën është Rusia. Putini në rastin konkret. Putini në rastin konkret. Dhe Putini po shkon në Iran që të bindë iranianët që të pranojnë një marrëveshje të favorshme edhe për iranianët, po të favorshme edhe për Amerikën, që Amerika të dalë e fituar në këtë moment. Dhe normalisht që Trumpi thotë unë shkoj në Turqi për të takuar palët, dhe Trumpi shkon në Turqi për të takuar Zelenski që ta bindi që të pranojë dorëzimin e territoreve, dhe kur e bind për pranimin e dorëzimit të territoreve dhe merr përsipër të garantojë që gjithçka do bëhet, atëherë Putini udhëton nga Irani në Turqi dhe bëhet marrëveshja. Dhe mbyllet gjithë loja në lindjen e mesme dhe në komplet. Dhe në gjithë të lojën në lindjen e mesme dhe komplet. Pra që nga javë vendimtare për kjo është java vendimtare për shumë konflikte dhe për shumë gjëra. Po është javë jo për konflikte, është javë vendimtare për të ardhmen 30 vjeçare të kësaj pjese të globit, dhe të gjithë globit. Dhe ne folëm për të ardhmen 30 vjeçare. Absolutisht, ne folëm, përmendëm Iranin, Ukrainën, Sirin, Izraelin, Turqin, kush na mbeti jashtë. Në gjithë këtë që është vendimtare. Pra në gjithë këtë gjithçka vendimtare, kush mbeti jashtë? Bashkimi Evropian. Pra Bashkimi Evropian. Doja në fakt, po nga që ka fiksuar te lindja mesme. Bashkimi Evropian është jashtë kësaj. Në izolim total. Do dalim i Bashkimi Evropian se ishin në Ukrainë, Merz, Starmer dhe Macron, po do ta diskutojmë pastaj kur të vim te Ukraina. Dhe prandaj më dhe për të gjitha këto duhet pra marrëveshja këtyre të mëdheve. Dhe në rast se mani mend, në fillimet e para të bisedimeve në Arabinë Saudite kemi thënë që janë ndarë 6 komisione dhe një nga komisionet që do flitet pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia për çështjet e sigurisë globale. Tash kemi siguria globale Iran-Amerikë, siguria globale Izrael-Turqi, siguria globale Izrael-Palestinë, siguria globale Rusi-Ukrainë, siguria globale Indi-Pakistan, siguria globale Iran-Kinë. Pse vjen Pakistani këtu dhe India? Aktualisht Pakistani dhe India ranë dakord deri diku me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por përfundimisht ajo që pranoi që India të pranonte këtë armëpushim është suksesi taktik që arriti Pakistani në rrëzimin e 3 avionëve indian. Po, Rafale. Avion Rafale apo ishin një avion është Rafale, një avion është Su-30 rus, kurse një avion tjetër edhe ai Mirage. Okej. Por francez. Dhe në këtë aspekt kemi atë që është përcaktuar cilësia mbi sasin. Pra vlen cilësia dhe jo sasia në rastet e mëdha. Aktualisht po të marrim në sasi, India ka sasi më të madhe të armët mbrojtësore të aviacionit se sa Pakistani. Dhe po ti barazojmë, siç barazojnë shumica që i marrin thonë ky ka kaq avion, ky ka kaq avion e fiton ky ka kaq avion. Ndërkohë që nuk e fitoi ky që kishte kaq avion, por e fitoi ky që kishte shumë më pak avion për shkak të cilësisë. Pse cilësi? Dhe gjitha kjo cilësi ku vim? Gjitha kjo cilësi që kishte atë që përbën në gjuhën ushtarake quhet kill chain. Dhe quhet zinxhiri i vrasjes. Pra zinxhiri i vrasjes. Zinxhiri i vrasjes është kur në të njëjtën kohë mbrojtja dhe sulmi, pra sistemi luftarak i mbrojtjes dhe i sulmit janë totalisht të integruar me njëri tjetrin dhe e bëjnë marrjen e informacionit, përpunimin e informacionit, kalimin e informacionit te fundori, pra te ushtari fundor ose te piloti. Në këtë moment kemi pilotin që është fundori i cili shkrep lëshon raketën. Dhe këtu kemi udhëzuan 3 avion. Po nga kush udhëzuan? Avionët që udhëzuan 3 avionët, pra një rus dhe 2 perëndimor, ishte një avion kinez i tipit J-10 me anë të një rakete PL-15. Pra, avioni që udhëzua kushtonte $120 milion, avioni që udhëzoi kushton $40 milion. Të dy janë avion të gjeneratës 4.5. Pra gjenerata 4.5. Të dy përkasin kësaj gjenerate. Por avioni francez ka raketa me largësi hedhëse, pra deri në 120 kilometra.
radarin e ka deri në 240 km, kurse avioni kinez ka radar deri në 300 km dhe raketa që përdori PL-15 është deri në 240 km. 2 fish gati. Pra 2 fish. 2 fish më... Dhe kjo lloj rakete quhet raketë beyond visual range, pra përtej aftësisë për të parë, përtej aftësisë për të shikuar, pra. Pra nuk e shikon dot. Ti nuk e shikon, pra ti e shef në aparaturë apo me sy nuk e shef kur. Pra është përtej asaj dhe lëshon raketën dhe raketa vazhdon punën e vet. Është raketë lësho dhe harro, pra launch and forget. Pra ti e lëshon dhe vazhdon punën e vet sepse raketa ka radar të saj, është pajisur me radar dhe orientohet vetë dhe shkon drejt, pra nuk ka nevojë ta ndjekësh. Përcakton koordinatat dhe shkon me radar, dhe gjën me radar. Pra, përdori avion kinez, siç tham, J-10. E dyta, gjatë saj kohë që avionët pakistanez bënin këtë, ishin në mbrojtjen e mbrojtjes kundërajrore dhe mbrojtja kundërajrore HQ-16, mbrojtja kundërajrore kineze. Që është pothuajse e njëjtë me mbrojtjen kundërajrore ruse që është Buk-2. Pra Buk-2 ka këtë. Dhe mbrojtja kundërajrore, tha. Sulmi dhe kemi informacioni. Informacioni është zbulimi strategjik që zhvillohet. Zbulimi strategjik e bën nëpërmjet avionëve të zbulimit strategjik që janë avionat AVAX, po ajo ka avion dhe vet, dhe ata janë avion me teknologji kineze që janë ZOK-03. ZOK-03-shi, Karakoram quhet avioni, është teknologji kineze dhe arrin të fokusoj brenda një objektivi, pra në të njëjtën kohë arrin 150 objektiva dhe të seleksionoj 45 prej tyre. Në një largësi 400 km. Kurse avionët që ka India e kanë largësinë 250 km. Avionët AVAX. Indian janë francezë? Jo, avionët indian, avioni indian është prodhim amerikan, ky AVAX-i. Po 250 km. Kurse avioni pakistanez është kinez. Pra, mbrojtja kundërajrore ishte kineze, zbulimi ishte kinez, avioni që goditi dhe raketat ishin kineze. Pra, teknologjia kineze në këtë moment e mposhti teknologjinë perëndimore. Dhe çfarë kemi një problem të madh? Pse është problem i madh dhe lidhet sërish me linjën e mesme dhe i intereson për arsye sepse Irani ka një marrëveshje të mbrojtjes strategjike me Rusin, me Kinën. Dhe Kina i ka dhënë Iranit, ka mundësuar që Irani të prodhojë mbrojtje kundërajrore, pra kjo HQ-16, Irani e ka Hodar 2-shin. Ka marrë nga dhe ka prodhuar Hodar 2-shin, mbrojtje kundërajrore. Ka prodhuar raketën PL-15 ka prodhuar një raketë tjetër, po thoshte të ngjatëm, jo, po deri në 200 km. Pa dukshme edhe kjo, ëh? Jo të padukshme, raketë nuk është e padukshme, ka aftësinë që shkon më tutje. Ndërsa aktualisht gjithë perëndimi, raketat që përdor sot F-35, pra avioni më i avancuar që ka sot perëndimi është F-35. Po. Raketa më e avancuar që ka F-35 është 120 km, distanca e saj goditëse. Ndërkohë këto janë 240. To janë 240. Pra 2 herë më shumë e ka. Dhe duke qenë se të gjitha këto Irani i ka një, dhe të gjitha këto nuk i ka vetëm Irani, po tashmë i ka edhe Egjipti. Egjipti ka blerë edhe avion J-10. Egjipti ka blerë nga Kina avion J-10 kinez. Avion kinez. Me të njëjtën raketë PL-15. Dhe këta lloj avionësh, tashmë të gjithë kapacitetin ushtarak ajror që ka Izraeli e bëjnë të pavlefshëm sepse F-35 në momentin që ngrihet radari këtyre ka Izraeli ka F-35 që u përplasën me ka F-35, pra radari, raketat që ka F-35 dhe radari që ka F-35 janë 2 herë më të pakët, më të dobët se sa radari dhe raketat që ka edhe Egjipti edhe Irani. Egjipti të ka edhe avionin, J-10 ka dhe në këtë moment Izraeli është strategjikisht imposhtur. Pra nuk mundet të shoh për shkak të kësaj. Cilësisë, për shkak të cilësisë. Pra kjo cilësia bëri ndryshimin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë e kupton që çfarë do lloj lufte që do të ndodhte në këtë rajon. Për Izraelin do të ishte fatale. Pavarësisht se izraelitët për shkak të zhvillimit të kësaj teknologjie dhe ka dalë pra kjo teknologji kineze ndryshon luftën. Absolutisht kemi teknologji kineze që nuk po ndryshon luftën, po teknologji kineze e cila tashmë po ndryshon gjithë politikën dhe gjeostrategjinë. Sepse për shkak të kësaj teknologjie kineze që po përhapet në këto vende, pra në Iran, në Egjipt, në Houthët, në Siri, në Yemen, e gjitha kjo teknologji që po përhapet, nxjerr jashtë loje, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nxjerr jashtë loje. Prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë parë që për të qëndruar duhet të arrijnë sa më parë marrëveshje me këto shtete, dhe marrëveshjet normalisht përfshin edhe që mos marrje të sistemeve, mos blerje të sistemeve të tjera sepse ndikojnë në
aftësinë dhe primaritetin strategjik të këtyre shteteve. Prandaj janë të domosdoshme këto marrëveshje. Të Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet patjetër dhe për të arritur këto marrëveshje, i duhet patjetër Rusia për të arritur këtë marrëveshje me Iranin. Prandaj pak ashtu, është e qartë loja. Prandaj këtë po them që tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj edhe kanë nxjerr Izraelin në këtë moment jashtë sepse Izraeli është pengesë, pasi izraelitët duke qenë se tashmë zionizmi është kthyer siç ishte nazizmi dhe atyre është kthyer në një ideologji urrëtie ndaj çdo lloj populli tjetër që nuk është hebre, automatikisht i ka errësuar çdo lloj arsye. Dhe arsyeja e tyre nuk e kuptojnë që vazhdimësia e kësaj do të sillte nesër. Që përballë këtyre janë humbur për shkak që me Egjiptin e kanë të humbur. Pra, F-35-at nuk kanë më vlerë në këtë moment, sepse F-35 përmes cilave i mbante nën kontroll. Tashmë s'ka më sepse nuk ka raketa të tilla kapacitete për të kaluar raketat iraniane dhe egjiptiane, pra raketa kineze, për tek kemi të bëjmë me teknologji kineze e gjitha. Pra kinezët kanë hyrë fuqishëm dhe për të bllokuar vazhdimsinë e hyrjes kineze, duhet që mos të shkojmë në një luftë, po të shkojmë drejt një paqe. Ai është krye objektivi Trumpit, Kina e ka gjithë merak. Trumpi tashmë ka dhënë përparësi, prandaj thash, Trumpi ka dhënë përparësi interesit amerikan dhe jo interesit izraelit. Sepse interesi izraelit do të sillte jo vetëm shkatërrim të Izraelit, por humbjen e përparësisë strategjike. Humbjen e përparësisë strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë rajon dhe në gjithë pjesën tjetër të globit. O Dritan, tani dakord jam, të falenderoj shumë, sqarim më shtërues nuk ka, po diskutohet njohja e shtetit të Palestinës dhe si do ta ndryshonte kjo, le të themi, si do ta rikonfiguronte situatën në lindjen e mesme, sepse njohja e kërkesa për një shtet palestinez, për dy shtete, le të themi, në territor është pothuajse e mbështetur edhe nga Turqia, edhe nga Europa, edhe nga se kemi edhe Macronin që nuk kemi gjithë pothuajse shumicën e botës që është për dy shtete. Problemi është të gjithë kanë folur pas kush nuk kanë ndërmarrë hapa. Po. Dhe kjo çfarë do të thoshte? Kjo çështje konkrete, ndërmarrja e këtij hapi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do të thoshte që gjithë pjesët tjetër e botës, po edhe sikur mos bënte pjesë tjetër e botës. Vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës në rastësishëm. Do të thoshte ndalimi menjëhershëm pra çdo lloj njohja e këtij shteti. Çdo lloj ushtari izraelit që ndodhet në territorin e Gazës dhe që ndodhen në territorin e Bregut Perëndimor, absolutisht Shtetet Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë këtë si pushtim. Sepse OKB-ja konsideron absolutisht në rësenje dhe në këtë moment vrasja e çdo ushtari izraelit nga ana e palestinezëve nuk konsiderohet më si akt terrorist. Ta konsiderohen edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës si njërë, po e qartë. Si luftë çlirimtare në këtë moment dhe në këtë moment i duhet Izraelit të tërhiqet totalisht nga këto territore, pra të dalë jashtë këtyre territoreve. Dhe nuk mund të hyjë më, sepse ndërhyrja në këto territore do të thoshte pushtim dhe do të thoshte shkelje e nenit 51 të OKB-s, dhe atëherë do duhet gjithë bota të angazhojë për të ndërhyrë këtu për të mos lejuar Izraelin që të vazhdonte pushtimin dhe eliminimin e popullatës në Gaza. Pra do ishte shpëtim, le të themi, shpëtim aktual, totalisht. Pra ndolonte luftimin dhe detyronte Izraelin të tërhiqej totalisht. Çka do ishte ndryshim radikal për gjithë. Do të thoshte që ata njerëz që janë atje që kanë mbetur pa bukë, pa ushqime, pa ilaçe, ti marrin ato dhe të jetojnë sepse po shkojnë drejt zhdukjes. Pra po, kemi një genocid, pra të thoshte ndalim i genocidit një në radhë parë. Gjitha komentet nëpër media deri më sot, po përdoren uria si armë. Absolutisht, po ky është terrorizmi. Pra, kur ti përdor bomba të dhunën, çdo lloj dhune, morale, psiqike, edhe dhunën ushqimore, për të arritur objektiva politik, quhet terrorizëm. Kjo është e pastër. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës deri më tash kanë qenë pjesëmarrës në këtë terrorizëm sepse kanë mbështetur Izraelin, kanë votuar. Tashmë Trumpi ka vendosur që Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka parë që po vazhduan kështu humbasin edhe fytyrën e asaj demokracisë botërore, fytyrën e atij vendi të drejtë, sepse flasim për drejtësi. Po. Pra, si mund të jesh i drejtë kur ti mbështet një genocid? Dhe në këtë moment, ndalimi i këtij genocidi, e vetmja mënyrë për të ndaluar genocidin është kjo. Është njohja. Absolutisht njohja. Sepse këtë njohje do ta bëjë edhe faktike, pra, siç e bëri me Kosovën, ne e njohim Kosovën dhe nuk preket. Pra e garantoj. Të njëjta gjë ndodh me Izraelin dhe me Palestinë. Ne e njohim Palestinën dhe ne e garantojmë. Dhe nesër mund të s'është çudi që të bjerë edhe forca amerikane në territor për të ndaluar izraelitët që të kalojnë në territorin e Gazës nesër. Pra kjo i garanton izraelitëve dhe i pastron fytyrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës si vend i së drejtës. Pra kemi me një vend vërtet të së drejtës në këtë moment. Dritan, po a do ta pranoj Izraeli këtë se thotë nëse ju ndërmerrni këto ne do ndërmarrim. Izraeli nuk ka kufi. Ne kam thënë që Izraeli është një shtet i cili nuk ka kufi të përcaktuar. Nuk ka kufi të përcaktuar. Dhe
prej vitit 1967, prej 1967-ës, Izraeli sot ka disa dhjetra rezoluta të OKB-s të votuara edhe në Këshillin e Sigurimit që përcaktojnë që të gjitha këto territore që Izraeli ka marrë nga 67 kësaj janë quhen territore të pushtuara palestineze. Pra OKB-ja njeh si territore të pushtuara palestineze. Nuk i njeh si pjesë izraelite. Nuk i njeh si pjesë izraelite. Pra,